në shohë ballin në sejdë dhe adresoja problemet që e ki Allahu tan. Ne kur të bim në sejdë dhe kur të lutemi të nderuar vëllezër, o sa do që të kemi gjuna në jetën e kësaj bote, e dim se kemi një Allah që kena për mi krye. Sa do që të kemi problem me njerëz në jetën e kësaj bote, për padrejtësive të tyre, për izolumeve të tyre, ne kur të falmi namaz e dim që kemi një Allah dhe nuk vendos kur kush për neve në tokë, pa dhënë leja i naltë. Sa do që të kemi probleme me risk, që njerëzit tentojnë me ta marrë pa drejt, me të pengu pa drejtësisht, ne kur lidhmi namaz e di me bindje se Allahu ka thënë në Kur'an, ka ne kam prunë këtë jetë, nuk ka me dalë për kësaj bote për e marrë riskin e vetë, edhe në qofë se këtë bote në kunatina. Këtë problemet ja qesë me Allahu të gjelel. Edhe se kemi këtë problem në me askan ma. Në qofë se kemi nevoj më na falë dikush në këtë botë, kem nevoj më na falë Allahu dhul gjelel dhe asë kusht tjetër. Qofë se kem nevoj më na gjyku dikush me drejtsin e ti, kem nevoj për Allahu dhul gjelel dhe asë kusht tjetër. E pa dyshim se do të kemi nevoj nesër për një faljet madhe që asë kusht të në banë, përveç Allahu dhul gjelel. Dhe kem nevoj nesër për një shpërblim që s'ta jep askush, përveç ai që ka mundësinë Allahu dhul gjelel. Askush për njerëzve se ka mundësinë me çunë në xhenet. Dhe askush për njerëzve se ka mundësinë me çunë në xhenet. Ai që ka mundësinë është Allahu dhul gjelel. Andaj këshir shiki punë me Zotin e Madhreshëm. Këshir në jetën e kësaj bote, qysh po ja dorëzon shpirtin e Allahut azza wa jall. Dhe që shiki punë me Allahun xhelel xhelalu. Dhe rregulloj punë me Allahun subhanahu wa taala. E pasaj do të flesh i qetë në varë, edhe në qofë se këtë dunja e në kunda teje. Për ata të ndëruar vëllezër, i zgjedha të fjallë me i thanë sot për me mbyllë këtë temë, se mbajmë përgjësi në qafën tonë për namazin. Bajmë përgjësi e manet madhë në qafën tonë. Dhe llogaritë se në ditë ka me arë si sot, edhe i vetëm kime dalë para Zotit në Madhreshëm. Edhe në këfshe kanë burë që ke sëndu botën, kime i ndhej. Edhe kime dalë para Zotit në Madhreshëm. Edhe keme o llogarit për punët e tua, ato që ti kanë ditë njerëz dhe s'ti kanë ditë njerëz. Allahu thanë Kur'an yawma idhin tu'radun. Banementa një ditë kanë mu të ekspozu punët e tua, kanë me dalë në shesh. Edhe ata që ke pas zemrën tanet në shef që se ka ditë askush, përveç mendja jote, Allahu ka bë bejnë Kur'an se në ahiret ka më ta qitë në shesh. Fa innehu ja'lemu sirra wa akhfa. Vetëm është Allahu që din mshefsinë e zemrës tane. A ditë kur të llogaritesh për msheftat, ke me kuptu mirë se me ka kipun me Allahun xhelle xhelalu. Për ata të ndëruar vëllezër, ta kuptojmë fejën drejt, sepse kjo feja jonë i ka dhe rregulla, për që ata dallon për fejve tjera. Dhe ne e kemi të qartë të ndëruar vëllezër se nuk ka peshë më të madhe në dinin tonë se sa me falë namazin, sepse prej këtuit fillon kapitulli i Islamit. Prej këtuit fillon bota që quhet Islam. Prej këtuit fillon praja që quhet raport mes njeriu dhe Zotit Madhreshëm. Andaj ta keni parasysh të ndëruar vëllezër, ktheni namazit me kohë. Ktheu me kohë te Zoti Madhreshëm. Bën përpjekje që edhe familja jote me u fal. Bën përpjekje që edhe fëmijët tu me u fal. Sepse edhe atë ditë ku të përshëndetesh me këtë botë dhe i lën pasardhës në jetën kësaj bote, në qoftë se i ke lanë në namaz 5 herë në ditë, dashtën apo nuk dashtën, kanë më tarë se vapët në varë tyje. Sepse ku të nejmë të jatë, çka thomi ne? O Zot, falna neve dhe prindët tonë. Kështu më duaja në të jatë. Një prind që ka lanë fëmijën e vet me namaz në jetën kësaj bote 5 herë në ditë,
kanë me shku selamet për Allahu Azza wa Jalla në varr.